Hello, përshëndetje. Një vlog i ri këtu në YouTube, kemi bërë mungesa, por kam qenë goxha e zënë dhe tash tani do filmoj për vajzat e mia, edhe në fakt nuk po më shtyej vetëm këtu te studioja. Edhe jemi tek studioja Vire Studio. Ky është outfiti për sonte, është shumë i bukur. Si ju duket juve? Edhe me këto këpucët e preferuar është nga marrë tek Zara. Këtu kemi Pevan super cute, do ta tregoj më shumë studion, por ju hapa tani, sepse do të pak pazar tek Jusk dje, edhe një haul nga Jusk, e di që i keni qef, prandaj normale që do ju tregoj. Mora këtë ambazhurin e tokës tek Jusku, edhe unë kam në shtëpi identike si ky, sorry goca. Identike si ky, por e doja edhe këtu tek studio, sepse më pëlqen shumë, dhe duhet që ta montojnë, po prit duhet për njerë të rregulloj se është ka muj. Edhe ky është i parë. E dyta gjëja që më pëlqeu më shumë, edhe në qoftë se keni një atelje të vogël, apo një roba qetësi, apo një studio, ku doni kreativitet, është kjo korniza këtu, që është fiksi në Pinterest. Edhe kur e pash nuk e kisha parë asnjëherë tek Jusk, dhe u habita kur e pash, thash ua më duhet fiks kjo, dua të vendos këtu moodboarde, edhe është kështu copë si sfingjer, edhe kishte çmim shumë të mirë, nuk ishte më shumë se 30.000 lekë, 28 diçka e tillë, por është shumë e bukur, dhe këto ngjyra e ngrohta, thjesht e adoroj. Tani ndoshta dëgjoni pak zhurmë nga jashtë, sepse kam hapur dritaren. Edhe kalon do një makinë, do një motor. Ndërkohë më marrë të përsëritura të tjera, mora trendin e bukur, festiv. Tani që vendoset me këtë dritë, do ta vendoset dritare, do ta montoj direkt. Mora 2 në fakt, një çova dje në shtëpi dhe e vendosa në darkë dhe duket shumë bukur. Madje kemi fletur bashkë me Alvin, me kremën ndezur, atë mora dhe tek dhoma, dhe ka një dritë aq të ngrohtë, dhe gjëja që më pëlqen më shumë është që nuk ka nevojë për prizë, sepse është me bateri. Edhe ja vendos bateri. Bleva dhe një pak me bateri një çfarë fjala. Mora edhe këto të dyja, varse, velvet më pëlqejnë shumë sepse nuk më shkasin rroba. Edhe mora 10 copë. Ka pak 20 copë për këtu në studio, për rrobat që nxjerr tek Lucky Moon, që të jenë të varura dhe të organizuara çdo gjë. Dhe tani do merrem pak me punë, do ju tregoj pak studion, do montojmë 2-3 gjëra që kemi, edhe kështu do jetë dita jonë, organizim, është ora 12. Kam nisur herët në fakt që të merrem pak me punë, po isha në shtëpi. Tani erdha këtu dhe do merrem me punë të tjera. Edhe u lolla se isha kështu u gjurë. Edhe dini të fortën vajta tek tregu me drese, sepse aty blej këto shiritat, dhe gjeta këto shiritin shumë të mirë, tek një grua që quhet aty te tregu Zhaku, edhe më pëlqen shumë për gocat që kanë, vetëm kjo kushton 10.000 lekë, që kanë biznese, shumë e bukur satin, edhe më pëlqen shumë kjo, që është pak më e plotë se këto të tjerat. Edhe kur vajta aty, i thash dua ndonjë dantel, ndonjë gjë, sepse dua që të sajoj ndonjë gjë aty te shkolla. Edhe më tha, i thash unë studioj për modë, më tha mua super, tha, nëse studion për modë, besoj se je duhura për ta marrë këtë fjongon gjigante. Më tha, i kam shqitë me 15.000 lekë, po ty do ta jap 5.000 lekë sepse është e fundit. Edhe mora këtë fjongon. Shikoni sa e bukur që është gjigante. Është fantastike. Edhe studios në Vire i shkon kaq shumë. Shikoni sa bukur që duket. Nuk i kam ndezur akoma dritat, por e adoroj. Edhe pema. Fantastike si kanë, do bëjmë pak punët, se kam bërë pak rëmoj, por më pëlqen shumë edhe këto lodrat, shkoni sa të bukura, si dele. Ja, edhe këtej, kanë të bukuruar edhe këtej, ja, mbrapa.
Nuk mendoj që kam pasur ndonjëherë studio kaq të bukur, edhe pemë kaq të bukur, edhe momente kaq të mira, edhe më vjen motra së shpejti. Edhe gjithashtu do t'ju falenderoj dhe juve që më keni bërë kjo reja që jam sonte, sepse në janar 2017, bëjmë 9 vjetë me YouTube. Edhe falenderit për çdo shikim, falenderit që realisht keni ndikuar shumë se si unë jam sonte, dhe kjo është fal jush, fal supportit që më keni dhënë, këshillave, po edhe qortimeve ndonjëherë, sepse jam e fortë, e di çfarë dua edhe besoj se e kam bërë krenare reja në vogël. Dhe shumë faleminderit, që përqafoj të gjithve, edhe qoftë ky vit që vjen vit më i mirë se 2025, por qoftë edhe muaj dhjetor vërtet ai muaj magjik që na ngroh zemrat, edhe shpresoj që t'jeni afër njerëzve që doni. Dhe diku kuzohen shumë kur marrin porosisin një agent, edhe më shkojnë prapë dhe porosisin edhe një tjetër, ose edhe 2 të tjera, ose edhe 3 të tjera, edhe këtu them ja këtë artë është fitore për mua, kur e marrin një agent në duar dhe porosisin të dytën, sepse e kam parë edhe e kam pëlqyer shumë sa duan ta marrin edhe për vete, ose duan t'ja marrin dhe dikujt dikë që e duan shumë dhe duan që ta surprizojnë në festat e fundvitit, se në fund të ditës këto gjërat e vogla, këto dhuratat që janë të menduara mirë, na bëjnë të lumtur dhe na ngrohin zemrën. Edhe tani do ikim të zbresim poshtë, se unë këtë studion e kam në goxha lartësi, prandaj të të zbresim poshtë, por ama ka pamje shumë bukur, shkon e t'ju tregoj pak pamje nga studioja. Po shikoni çfarë kam gjetur këto. Kur ishim në klasë të fillore, ngjisnim gjithmonë të dritarja. Edhe janë kaq të bukura flokët e bore. Dhe shikoni pak pamje nga studioja ime që unë e adhuroj. Mali këtu. Edhe kur shikoj këta lopët, delet, thjesht i adhuroj. Më jep shumë qetësi. Dhe mendoj se mbyre ka atë studion që unë gjithmonë kam pasur qef dhe gjithmonë shikoja në Pinterest. Edhe kemi bler edhe ambazhurin e madh që do ta vendosim këtu, që është shumë nice. E mora tek ish tregu elektrik dhe zgjodha një model vintage, edhe pash shumë, por e kisha tek mendja ime çfarë doja, nuk doja diçka që të dukej fake, se normale bleva të ri, por doja diçka që të dukej e vjetëruar, kishte histori, unë vdes për shandan, elegant, të bukur, edhe e gjeta. Tani më duhet vetëm që të marrim teknikun, ta montoj, sepse erdhi i të shmontuar në 1000 pjesë, sepse ka pafund pjesë që detaje, kura, gjëra, por shumë fin. Edhe duhet që ta montojmë, që ta vendosim këtu te studia dhe të duket sa më prallore si gjë. Edhe gipsi ka dalë shumë i bukur. Tani do i lutem Marfios që ta bëjmë edhe tek shtëpia, se e bën murin, e bën ambientin më të bukur, më të ngrohtë. Shikoni sa bukur që duket. Ju sugjeroj, nëse do bëni shtëpinë tuaj, ju sugjeroj këtë metodë, sepse Alvia më tha që nuk është se kërkohet shumë, sepse ka më qef gipsin me pjesë tavan të varur. Por mua kjo më pëlqen, kjo klasikja. Edhe nuk ju kam thënë, por në datën 20 kam organizuar një event të vogël këtu në studio. Në fakt është eventi im i parë që bëj dhe kam bërë disa ftesa. Do doja shumë që të mund të ftoja më shumë vajza që i respektojnë dhe më kanë ndihmuar shumë të Birre Studio, por tavolina është shumë e vogël, edhe
nuk kam shumë hapësirë, por do mundohem që të bëj si këto eventet edhe gjatë vitit. Edhe dua të bëj një herë event edhe për gocat klientet e mbires, që të njihemi nga afër, se realisht për mua është një gjë shumë e shenjtë komuniteti që unë kam të mbire, sepse është ajo bota ime e brendshme edhe çdo suport që më është dhënë i them 100 herë faleminderit. Edhe doja që të ftoja edhe vajza që janë influencera që janë shumë të mira edhe kanë shumë ndjekësa, por nuk e di, kisha pak siklet. Thash, do vinë deri këtu lart, nuk është në një lokacion shumë të favorshëm. Dhe thash, nuk e di në qoftë se do vinë, nuk e di pse i kam gjithmonë këto streset tek mendja ime dhe këtë. Besoj se do t'ju bëhej qefi, mua do më bëhej qefi në qoftë se do më vinte një ftesë. Nuk e di në qoftë se po më kuptoni, por thjesht dëshira ime ishte që t'i ftoja të gjithë që më kanë suportuar. Por pa nga pak. Kam ftuar disa goca që i kam edhe shoqe, edhe kaloj kohë të mirë me ato, edhe doja që të ishte të paktën eventi i parë, se dhe unë nuk jam e përgatitur, nuk di, do kem dersin të paktën pranë, por nuk di kur të shëbëj, kur të bëjmë ato lorat. So edhe kam pak me siklet, sepse duhet ta organizoj mirë, sepse si që thash është i parë, dhe kur të marr pak eksperiencë, dua të ftoj dhe vajzat e tjera që më kanë suportuar influencerat, që ju a di shumë për derë. Po thash kisha pak siklet që t'ju të qoja ftesa. Nuk e di pse e mendoj këtë gjë, stepem, në fund të ditës, diçka të bukur po bëj. Edhe kështu gocat e mia, thjesht dua që të bëj sa më shumë video këtu në YouTube, të shpreh vërtet ato mendimet e mia, edhe ta kem vërtet si ditar virtual, edhe nuk e di nëse ju intereson të dëgjoni në një farë mënyrë jetën time, por unë do e bëj, sepse më bën të ndihem më mirë kur flas. Edhe kështu, tani të ikim me vrap tek në shtëpi. Marr një çantë. Edhe çanta ime është kjo për ditën e sotme. Edhe do ikim me motor. Se nuk është se kam aq afër shtëpinë, është pak rrugë e keqe këtu ku jam unë. Por të paktën ishte opsioni më i mirë, me ndriçim më të mirë, afër shtëpisë, vend i qetë, edhe në farë mënyrë edhe qiraja më e mirë. Edhe pse unë e kam bosh dhe 1+1 është, edhe ambienti nuk është shumë i madh, unë paguaj goxha, por janë gjëra që duhen, Edhe kështu. Pacim! Shikoni pak sa e bukur që buqeta, më dhuroja kjo partije për një rast që kisha, edhe është kaq e bukur. Kam filluar pak të vyshken këtu, por unë i kam shumë qejf të ripant, sidomos të bardhë. Këtu bëra edhe një haul në mëngjes në Instagram, më ndiqni dhe aty. Edhe tregova këto pantallonat që mora tek dorë, edhe janë shumë bukura, edhe këmisha që kisha veshur sot, edhe janë shumë nice. Ja tregova dhe juve këto, me që kisha këtu të hapura që nga mëngjesi. Ajua kam treguar dhe ambientin super cozy që është bërë në shtëpi, që adhuroj sa vi këtu në shtëpinë des direkt pemën, dhe shikoni pak të dy miushat. Janë kaq cute, unë Alvi. Edhe këta janë disa nga zbukuruset që ne kemi. Këtu është e preferuara ime balerina dhe arthyesi.
Këtë ma ka marrë Alvio në Budapest. Kështë balerina, është zbukurimi më i parë që kam bler. Kam bler para shumë vitesh kur jetoja me Ersin. Edhe duket kaq cute. Kurse kjo çupa këtu, këtë ma ka bler Ersi para shumë vitesh. Edhe për vete, gjas me Ersi ishte kjo. Që zënjusha këtu. Ishte Ersi. Prisni, të tërgoj, kjo është Ersi. Ambienti është shumë cozy, më pëlqen shumë. Oh! Sorry. Sorry vetja ime, sorry kësaj bukurashës këtu që e bleva për herë të dytë për të studia. Dhe sa bukur këndi këtu. Edhe një gjë tjetër, më që ishëm të arsyesi edhe balerina, dua që t'ju a them sepse është e sigur që do bëhen e pishman dhe më duket se ka akoma bileta të hënën. Me vrap kam shkuar, kam bler, të hënën dolën, të hënën vajta unë me vrap për të bler biletat për shfaqjen Arthuesi që bëhet tek opera. Nuk kam qenë asnjëherë, edhe t'ja tregoj biletat, frisni. E kam dashuruar gjithmonë këtë shfaqje, më pëlqen si film, por mendoni sa e bukur dhe madhështore do jetë balet. Edhe kam biletat. Kam 3 vite që i kërkoj çdo fund vit, por kujtohesha gjithmonë me vonesë. Edhe këtë vit u bëra vajzë mbar dhe shkova dhe mora 4 bileta. I kam marrë dhe Ersi dhe Antit, sepse e kemi premtuar për në datën 24, dhe më duket nuk janë sold out akoma, dhe prandaj nëse shikoni këtë video është një shenjë mirë që të merrni të dashurin apo mikeshën tuaj apo motrën tuaj dhe ta shikoni, qoftë edhe vetëm, ja vlen për Arthyesin, ja vlen. Do jetë shfaqje madhështore, do jetë shumë e bukur, magjike, një ditë para Krishtlindjeve. Ua, Rea i ka këto bileta. Realisht në qose çunat gëzojnë për të marrë biletat e ndeshjeve të futbollit, nuk gëzoj për këto. Jemi në orën 7. Nuk e di çfarë do vesh, por do të vishëm cute, bukur. Nuk kam qenë asnjëherë siç e thash, as në opera, në asnjë gjë të ngjashme. Ndoshta te koka ime mendoj një skenë, një shfaqje si në botrore, ndërkombëtare, por jam e sigurt që ajo ndjesia e mirë do jetë dhe mezi po pres. Prandaj bileta ishte shumë e lirë. Ne morëm në vend të mirë, sepse ndaheshin ishin 8.000 lek, 10.000 lek, 15.000 lek, dhe kur parë çmime thash, realisht nuk kisha pajtur me 200.000 lek, sepse mendoja që bileta më e lirë ishte 50.000 lek. Nuk e di pse kisha këtë idenë. Ndoshta sepse kam parë kur isha për në Prag edhe pash pak çmimet edhe ishin të larta. Edhe unë nisa me këtë idenë, unë nisa me portofolin plot. Edhe ishte bileta 10.000 lek. Nxora nga frigoriferi dhe pak krah pule, i kisha në ngrirje, do t'i marinoj shpejt me erza, do t'i bëj në air fryer dhe kjo do jetë dreka. Këto i kam marrë tek një dyqan që ka gjëra shumë të mira.